Prizrenalit mohon me Dokufest, Prishtinalit me Sënell. Prizrenalit e kanë Tajnën, Prishtinalit e kanë Yll Limonin. Prizrenalit me arkitektur, Prishtinalit me jetë natës. Prizrenalit me klim, Prishtinalit me kafiqa. Shambull me ta qit Alltin Kry, dikush do me thonë zgjell, apo do me jetu në Prishtinë, apo do me jetu në Prizren, për pjesën tjetër tjetës tonë, cilin e kishit zgjell. Një pjesë e Prizrenalive alo me nën që Prizreni duhet me konë krye qytet e jo Prishtina. Do me thonë bifi i ka më që mes dy qyteteve Prizrenit edhe Prishtinës, datën prej kohës mdohet kur është vendos me u bo krye qytet Prishtina. Tashte është ato, si me thonë, krahasimet gjithmonë kanë qenë evidente, ku ja vlen me jetu ma shumë. Një aspekt ku Prishtina ka qenë përpara, për një kohë gjatë para Prizrenit edhe kej qyteteve tjera kanë qenë lagjet premium, gated communities, ku kanë jetu njerëzit që i përkasin një standardi ma të lartë ekonomik edhe financiar. Po get Prizreni tash edhe qito e ka marrë personale me Prishtinën, pasi i ka vendos me i bu konkurencë edhe lagjës Marigona, që është lagja ma premium në krejt Kosovën, po besoj është konsensusi general. Do me thonë Prizreni është u hisë seriozisht edhe këtu në diskutim për çështjen e lagjeve ma luksoze në Kosovë me projektin Park Hill Residence. Ngomni tash, me ndërtu banesa, ndërtujmë plot. Mirë po me tentu me kriju stil jetesë është sfida e vërtet. Sot njerëzit nuk e blejnë, do me thonë, veç një banes, e blejnë lagjen, e blejnë pamjen, e blejnë qetësinë, e blejnë sigurinë, e blejnë faktin që fëmia del jashtë, e ti nuk e ki menjen ape rok, ape shkel në i kerë, edhe që kjo është arsyeja pse shambull vitet e fundit projektet rezidenciale kanë ndryshu krejtësisht. Nuk mjaftën me shit veç një apartament, duhet me shit një mënyrë jetese. E pikërisht që to po të ndonë me bo Park Hill Residence njerëz. Nga ajo që kam prezentu ideja është me kriju një kompleks ku i ki krejt me një ven. Hapësira gjelbra, arkitektur moderne, privatësi, siguri, zonë rekreative, edhe ambiente që nuk i përdor veç një herë një javë, po çdo ditë, do me thonë, me i maksimizu se cilën qosh. Tashte, pse mos me ndërtu edhe në Prizren, një kompleks që synon me ofru standard premium. Në fundit Prizreni është një prej qyteteve më të bukura në Kosovë dhe nëse dikush vendos me investu aty ose me jetu aty, pse mos me pas një alternativë këtij niveli. Tash lind pyetja është Park Hill Residence Marigona e Prizrenit. Këto nuk e vendosi unë, po një sen është i sigurt ka arrit me hynë diskutim. Qëto janë pamjet, qështu ka me u dok, që kjo është projekti absolutisht briljant, do me thonë edhe fakti që po e bujmë që të krahasim tregon që është një projekt jashtëzakonisht serioz edhe që ka me zgju ose edhe ka zgju interes të madh te Prizrenalit dhe jo vetëm. Tashti mes Prizrenit Prishtinës, mes Marigonës edhe Park Hillit, po e lot upin te jo, unë s'po them që me njëherë do të me u krahasu edhe me njëherë ka te i kalu, po të paktën ka hinë diskutim.